Një përshëndetje shumë për zemërt, që keni ardhur sot këtu. Përshëndetje shkon dhe për ato gra apo zonja, zonjusha, sepse patjetër që ka dhe të tilla, që vinë për herë të parë, pavarësisht se ne kemi 10 vite në organizimin e këtij aktiviteti. Gratë frymojnë vlera. Kur nisi 10 vite më parë, të gjithë ishim skeptik, sidomos grupi i afërt i punës, sepse na u duk disi e ndryshme nga çdo aktivitet tjetër, për mënyrën se si vlerësohen, për pjesëmarrjen, për qëllimin e të tjera të tjera. Gratë do vlerësonin gratë. Ju e dini që ne i presim vlerësimet përgjithsisht nga burrat dhe nuk bëhet fjalë vetëm për komplimente, ne mund të jemi në marrëdhënie pune dhe të presim vlerësime nga një staf ku, sidomos në pozicione drejtuese, janë burrat ata që i shohin gjithnjë dhe më shpesh. Ose ne donim të thynim para gjykimet, se janë gratë ato që sulmojnë gratë dhe kjo s'është fare e vërtet, mund të ketë një ego pak më shumë mes grave, por duam të tregojmë ato që gratë e mbështesin njëra tjetrën dhe kur vjen puna për ta vlerësuar, ja japin meritat asaj me plot të drejtë. Një aktivitet i tillë pati këtë qëllim, gratë të vlerësojnë gratë. U bën nga lëvizja Gratë frymojnë vlera me drejtuese zonjën Farida Zmiani Ramadani. Dhe për gjatë 10 viteve, ndryshe nga çdo aktivitet tjetër që ka atë tendencën për shkak të vështirësive, se ju e dini që vështirësitë janë të shumta dhe nuk është çështje vetëm e sponsorizimi, ka pengesa pafund. Njerëzit gjithmonë detyrohen të braktisin ndonjëherë iniciativat. Por vullneti i jashtëzakonshëm dhe këmbgulja që tregon zonja Farida është e admirueshme. Unë kam qenë pranë saj dhe me thënë të drejtën, jo se më mungon dhe mua këmbgulja, por kur kam parë sfidat e pa numërta që ajo ka kaluar në realizimin e këtij aktiviteti, gjithmonë i kam thënë kjo është hera fundit që e bën, ëh? Jo po prit, ta provojmë edhe një herë vitin tjetër, ka thënë. Dhe kështu bën 10 viteve. 10 vite. Unë në fakt i kam thënë mbas 10 viteve mbyllet, por nuk e di, ajo e ka thënë një po kështu, si të zbet. Por jam shumë e sigurt që pasioni që ka, vullneti që ka, do ta çojë më përtej, ose në fund të fundit mund të kemi një aktivitet tjetër që është në dobi jo vetëm të grave, por gjithë shoqërisë në Shkodër edhe më gjerë. Ju e dini që vlerat e grave përgjithsisht minimizohen, nuk ka bëraj sa duhet. Por kur përmes një stafi shumë të mirë për cilin e do flasim edhe më pas, arrin të evidentoj gratë, ndiqen komisione ku vlerësohen arritjet e tyre. Merren opinione dhe më pas vendoset se cila do të jenë 10 gratë më të suksesshme të atij viti. Dikush do thotë 10 janë, mund të jenë më shumë se 10. Patjetër që janë më shumë se 10. Por në kuadrin e një aktiviteti ne kemi vendosur këtë numër, bile këtë vit ne do kemi 12 gra që do vlerësohen. Do thotë dikush po pse ndryshuat? Na duhej numri 100. Pra gjithsej 100 gra që janë vlerësuar përmes këtij aktiviteti. E bukur e aktivitetit është se bëhet në Shkodër dhe ne, do thotë dikush ako zeta se si shkodrane. Okej. Unë kam thënë në origjina ime mirditore kam lindur në Përmet, po ama jam rritur edukuar në Shkodër. Dhe Shkodra ka vlera të jashtëzakonshme, vlera turistike, vlera njerëzore, vlera historike në radhë parë. Dhe kur aktivitetet të tilla bëhen në Shkodër, ato marrin një vlerë të jashtëzakonshme. Dhe besoj edhe ju që vini, sidomos ato që kanë udhëtuar nga larg, vinë me kënaqësi të madhe në Shkodër. Sepse edhe bëhen pjesë e një aktiviteti, i cili kthehet në një model të mirë edhe për të kufive shqiptar, por nga ana tjetër, ky aktivitet shoqërohet edhe me ato shëtitjet e këndshme të bukura që ne zakonisht e kemi bërë drejt Shirokës, Urës së Mesit dhe të tjera me radhë. Pa humbur kohë do prezantoj panelin. Ne kemi pasur në panel gjithmonë figura të nderuar, edhe sot patjetër me i herë shkuptuar, kënaqësia grave kur e kanë përshëndetur. Do e filloja prezantimin nga mjeshtra e madhe Zylian Miloti, faleminderit që këtu me ne. Ka qenë ndër gratë e para që është vlerësuar për ja ku kemi vitin 2017 dhe me plot merit, ajo është sot këtu me ne. Ne kemi pasur fatin e madh që kemi pasur në panel në vitet e kaluara dhe të ndjerën që sot nuk është më mes nesh, një duartokitje shumë të fortë për të, për mjeshtrin e madhe Margarita Xhepa. Por për disa vite me radhë kemi pasur edhe mjeshtrin tjetër të madhe që së fundmi u vendos tek Alaja e Prezës edhe një plakat për të madhen Tinka Kurti.
Dhe një duartërkitje edhe një herë për zonjën Farida Asmiani Ramadani, që na mblodhi sot këtu dhe që mbajti gjallë këtë aktivitet për 10 vite. Unë do e ftoja për një fjalë të rastit në ditë të tilla. Dhe më pas do të kalojmë edhe në prezantimin e 12 grave që janë caktuar për t'u vlerësuar sot. Të nderuara zonja dhe zonjusha, nga Shkodra, Shqipëria, Kosova, diaspora, që na keni nderuar me pjesëmarrjen. Faleminderit nënkryetaria e bashkisë me prezencën tuaj të Uta Qyteza. Sot të promovojmë 12 zonja të nderuara dhe kemi me krenari se në 10 vite kemi promovuar 100 zonja e zonjusha. Ato janë doktoresha, profesoresha, avokate, aktore, këngëtare, sportiste, biznesmene, piktore, fotografe, police, dentiste, laborante, gazetare, mësuese, artizane, shoqëri civile, punojse poste e tjerë. Kur nisa këtë rrugtim 10 vite me parë me lëvizjen gratë përmojnë vlerat, kisha një besim se çdo grua që ka një histori suksesi meriton të dëgjohet. Ishte një ëndër, një mision, të nxirrja në pah vlerat, sukseset në çdo fushë të jetës të zonjave dhe për më shumë vëmendje ndaj tyre. Si një privilegj e kuptoj se kjo lëvizje nuk ka qenë vetëm një organizim aktivitetesh, por ka qenë një mision shpirtëror, një dritë që kemi ndezur të gjitha së bashku. Secila prej tyre është një kapitull force, një dëshmi suksesi që nuk vjen rastisht, por ndërtohet me sakrificë, punë, me karakter të fortë që kanë lënë gjumë pozitive në Shkodër. Në intervistat me to kam parë dhe dëgjuar gra që kanë ndërtuar karriera nga zero, që kanë thyer bariera, që kanë mbajtur familjen dhe profesionin me dinjitet, vendosmëri, profesionalizëm dhe guxim, e cila sot është pasuri e komunitetit. Falenderoj 100 zonja të promovuar për shembullin e mirë që kanë dhënë e japin çdo ditë. Ato janë dëshmia se vlerat nuk zbehen, por shumë fishohen. Ka dhe shumë gra të tjera që mund të shtohen në armatën e grave të suksesshme që ndërtuan Shkodrën, sepse Shkodra është galeri vlerash. Unë besoj fort se gruaja nuk është vetëm zemra e familjes, por forca e shoqërisë. Kur gratë bashkohen, nuk krijojnë vetëm projekte, ato krijojnë histori. Le të vazhdojmë të jemi zë për njëra tjetrën. 100 zonjat janë provë që ato nuk ndalen, por ngrihen, udhëheqin, frymëzojnë breza. Ndërsa unë dua të plakem duke punuar për Shkodrën, për gruan dhe për kulturën. Faleminderit shumë. Ne kemi menduar që vlerësimi i tyre fillimisht të bëhet përmes një videoje të shkurtër, ku kemi grumbulluar ekstratin ose gjërat më thelbësore të karrierës së tyre. Dhe do e filloja menjëherë me një zonjë të nderuar, kolegen time, shumë të dashur, Emi Kalaja, gazetare. Unë do e ftoja të qëndron të këtu, por fillimisht të ndjekim videon. Emi Kalaja, një figurë e qëndrueshme në gazetarinë shqiptare, një profil ndërtuar mbi integritet, punë të vazhdueshme në terren dhe një raport besimi me publikun. Mbi 15 vite përvoj ka trajtuar realitetin me qartësi, ndjeshmëri dhe kuraj profesionale. E diplomuar në gazetari dhe komunikim në Universitetin Luish Gurakuqi dhe master shkencor në zhvillim rajonal, korespondente e televizionit Klan dhe Klan News në Shkodër, bashkëthemeluese e itime.tv.com, bashkëpunëtore në Birn, Albania dhe Fatkoj, drejtuese emisionesh televizive, kryeredaktore, analiste dhe autore dokumentarësh investigativ, si edhe autore e programit të Rozafat, i dedikuar vajzave dhe grave shkodrane. Vlerësuar ndër 10 zërat më të spikatur të grave në gazetarinë shqiptare, kryesisht ndaj temave sociale, fituese një projekti filmik që trajton sfidat e gruas viktime dhunës duke sjellë në ekran një rrëfim të ndjeshëm e me ndikim. E nderuar me çmimin për dokumentarin televiziv më të mirë në gazetari, çmimi i Fatos Baxhaku e të tjerë. Faleminderit për këtë çmim Farida. Dua të them që vlerat nuk kanë zhurmë, por lën gjurmë dhe faleminderit që zgjodha që unë të jem një prej këtyre gjurmëve.
Do kalojmë tek një zonjë tjetër shumë e nderuar që unë kam edhe kënaqësinë ta prezantoj edhe për elegancën e saj, për fjalën shumë elokuente, një qytetare dej shkodrane me profesion këngëtare, përpara jush Jolanda Gjeluci, po fillimisht me video dhe më pas do t'jepet vlerësimin. Jolanda Gjeluci është lindur dhe rritur në Shkodra, aty ku afirmua si këngëtare. Talenti i saj u evidentua qysh në Kopësht, merr pjesë në festivalet për fëmijë dhe si soliste merr çmimin e dytë. Është pjesë e konkurimit në 3 kompeticione dhe ka marrë një çmim të parë, si dhe 2 çmime të dyta. Pranohet në një kurs 9 mujor në Tiranë për këngën popullore dhe del këngëtarja më e mirë e kursit me rezultate shumë të mira. Kushtet social-politike ja kufizuan aktivitetin deri në eliminimin dhe haresën si këngëtare. Asaj ju lejua të këndonte vetëm në ndërmarrjen artistike dhe në klubet amatore. Ajo zgjeroi kulturën e saj duke u trajnuar në instrumentin e filharmonikës dhe regjisë. Kur dyert dal nga dal ju mbyllën, ajo në shumë aspekte nuk heshti, por filloi krijimtarisht shkroi poezi që i ka të pabotuara. Në fillimet e demokracisë nuk pati mbështetjen e askujt, aq më tepër të autoriteteve kulturore që lanë hares një këngëtare të afirmuar. Ajo vetë trokise në dyert e artit për të qenë pjesë në evente që zhvilloheshin. Jolanda është shumë e vlerësuar dhe e nderuar në qytetin e Shkodrës me disa aktivitete ku zëri i saj dëgohet me admirim. Falenderoj zonjën Farida Ramadani për këtë, emërtim që nuk e priqë, aq madje për që unë sot, mas këtij inserti, sot ndihem e barabartë me këto gra që i kanë prunë vlera. Nuk di që në thalë ma, që në thalë doshta që... Falenderoj. Mjekja nderuar, zonja Suzana Bala, doktoresh, ke qenë mjekje dhe lagjësime, dhe jam shumë e kënaqur personalisht. Ndjekim videon. Suzana Bala ka përfunduar studimet e larta për mjekësi të përgjithshme, stazhin profesional në PUK. Ajo është një nga figurat e mjekësisë shqiptare që mishëron për kushtimin, humanizmin dhe shërbimin e palodhur ndaj pacientit me dashurinë për profesionin me një angazhim prej më shumë se 4 dekadash. Ka shërbyer në spitalin e pediatrisë, u përball me sfida dhe përgjegjësitë e kujdesit për shëndetin e fëmijëve, duke ndërtuar themelet e forta profesionale dhe njerëzore. Doktoresh në hotëri, ku jo vetëm si mjeke, por edhe mbështetje e pazëvendësueshme për banorët e zonës. Me durim, empati dhe profesionalizëm fitoi besimin dhe respektin e komunitetit, duke qenë gjithmonë pranë njerëzve në momentet më të vështira. Më pas ushtroi profesionin e saj në qendrën shëndetësore Skënderbeg, ku la një gjurmë të thellë si mjeke e përkushtuar, kolege e respektuar dhe shembull i etikës profesionale. Për 30 vite me radhë, ajo shërbeu me pasion, korrektësi dhe ndjeshmëri për shëndetin dhe dinjitetin e pacientit në qendër të punës së saj. Ju keni një profesion që nuk shtaron kohë. Faleminderit për kontributin, kam shumë njohur shumë. Jam shumë e nderuar, sepse të sjellin gratë është një nerv, sepse ne jemi shtylla e shoqërisë. Faleminderit. Më në fund jam ora sa të pak një intervistë të vockët, një përgjigje të vogël, se kur i kam shkuar me kamera aty, më ka thënë, jo, pozitas janë për televizor. Po na kënaqi. Mirë, do kalojmë tek një zonjë tjetër, mua vjen keq që nuk e kemi këtu, për arsye shëndetësore. Ka telefonuar dhe okay, ne njerëz jemi, patjetër ju urojmë shërim shumë të shpejt, nuk ka diçka serioze besoj. Këto gripet, këto viroza që besoj asnjëri nuk do sëmure tu, gjithë ju shikojmë me shëndet. Nuk ardh asnjë infektuar këtu. Kemi dhe doktoreshë mirë e pak për çdo kontroll. Mirë, gjithsesi ne do ta vlerësojmë pedagogen e nderuar Mimoza Priku në mungesë, pra le të ndjekim videon e saj dhe vlerësimi do t'i jepet në një moment të dytë. Profesor doktor Mimoza Priku ka përfunduar Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, dega gjuhë letërsi.
disa vite mësuese, pastaj si pedagoge në Departamentin e Gjuhës Shqipe, doktorale për albanologji në Universitetin e Kalabrisë, Itali. Ka mbrojtur doktoratën në gjuhësi dhe filologji shqipe me temën studimet albanologjike të filologut italian Carlo Tagliavini, drejtore e Departamentit të Gjuhësisë pranë Universitetit të Shkodrës Luigi Gracucci. Ka titullin profesor i asociuar. Ka botuar monografin Carlo Tagliavini dhe studimet albanologjike rreth Shqipes. Ka titullin profesor, pjesëmarrëse në mjaft konferenca kombëtare ndërkombëtare si Itali, Kroaci, Austri, Rumani, Serbi, Kosovë, Malizi, Maqedoni e të tjerë. Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhësisë, dekane e Fakultetit të Shkencave Shoqërore, drejtore e Drejtorisë së Kurrikulave dhe Cilësisë në Universitetin e Shkodrës, projekte kombëtare ndërkombëtare si Fjalori i Madh i Gjuhës Shqipe, Enciklopedia Shqiptare, Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Kozeta Bruçi, moderatore, gazetare me njohur e TV1 Channel që bën emisione pafund me tema të ndryshme. Krahu im i djathtë, se më janë bërë shumë krah të djathtë. Falenderoj shumë për gatishmërinë tënde në këto 10 vite dhe paraqitjen shpeshherë, jo shpeshherë, por për çdo herë në emisionet Arom Shkodra dhe emisionet e tjera, gjithë aktivitetin që ne kemi realizuar. Të falenderoj shumë. Shumë falenderoj. Arbana Halili, unë du që Arbana mu prezentu vetë. Shiko, gjitha këto gra janë të veshura me pozitivitet edhe me mirësi. Janë gra të mrekullueshme, tham me binjet plot, që ata kënaqen me suksesin e grave të tjera. Ndoshta ndodh jo gjithmonë, po këta kënaqen me suksesin e grave të tjera. Të falenderoj shumë. Për mund të ishte surprizë, edhe me u prezentu vetë është surprizë, besoj se unë njifem në komunitet nga vetë pozicioni pus që kam, por tim përshkruve shumë mirë si edhe kolegët edhe shoqet e grupit apo të stafit. Ajo që ne na bashkon, na përbashkon është pozitiviteti dhe mirësia që ne gëzohemi me sukseset e njëra tjetrës, por edhe të gjitha grave, jo vetëm këto që ne kemi pjesë të këtyre viteve, por edhe gjitha grave në përgjithësi. Dhe punojmë dhe mundohemi që këto gra të motivohen, të promovohen dhe të ecin sa më shumë përpara. Bravo. Faleminderit, Egzash. Lulka Mërkulej, këngëtarja e mirënjohur që rreth 500 veta ose 600 i çan kam me këngën e saj. Është shumë e preferuar në Shkodër dhe jo vetëm, edhe në Kosovë dhe gjithandaj. Falenderoj shumë për gatishmërinë tënde edhe për mbështetjen që i ke dhënë për 10 vite këtij aktiviteti dhe jo vetëm, se unë bëj edhe festivalin e poeteshave, edhe atje është e pranishme gjithmonë. Shumë faleminderit Farida, është një vlerë që t'jenë në stafin e kësaj veprimtarie gratë formojnë vlera. Është nder për mua. Faleminderit shumë. Gazetarja e njohur tashmë, shkodrania nuk mundemi thënë e vjetër, po me një stazh e me një karrierë të jashtëzakonshme, Merita Çopa. Faleminderit shumë. Farida, jam edhe me shumë emocion, pavarësisht se mikrofonin e kam të përditshëm. Falenderoj për këtë aktivitet kaq të bukur. Falenderoj të gjithë këto zonja të cilat i bashkohen kësaj lëvizje, gratë formojnë vlera si një vlerë e jashtëzakonshme e jetës së tyre, si një vlerë që çdo moment e kthejnë në një mundësi për të kontribuar për komunitetin, për familjen, për të gjithë ata që kanë afër. Ju falenderoj dhe jam e nderuar sot që këtu janë këto zonja të mrekullueshme. Emavia Zyliha Miloti. Falenderoj Farida Ramadanin, e cila ka një dinamik të papame në gjithë veçorinë e saj. Është tamam një grup frymëzuese. Faleminderit për gjithçka. Faleminderit Shkodër që na mëson çdo ditë dhe me shumë dashuri bana nxënës të saj. Faleminderit. Aktoria e mirënjohur,
e Shkodrës, jo vetëm, po dhe marshit të aris, Drëndegjaj. Atëherë, si çdo gjë e bukur që fillon në Shkodër, pa na quajt lokalista, faktet flasin vetë dhe kozeta, edhe lëvizja gratë frymojnë vlera lindi në Shkodër. Ishte një buxhet e vogël, por u rrit, u bë 10 vjeçe, edhe u bë një buxhet e madhe me lulet më të bukura edhe një buxhet me 100 lulet mrekullueshme ku përfshihen kontribute të shkëlqyera të grave nga të gjitha trevat shqipfolse. Kjo buxhet u lind, u rrit nën kujdesin dhe dashurinë e madhe të një gruaje që quhet Farida Zmijani. Thash në fillim çdo gjë lind në Shkodër, çdo gjë e bukur lind në Shkodër, edhe unë këtij qyteti do t'i dhuroj disa vargje në këtë moment. Për që përshëndetur edhe ju zonjat nderuara. Sa e bukur je, pash hatrin e Zotit. Ngrihesh madhështore, si një nuse moti. Je luja ma e bukur, në një kopsht luledore. Dikur kanë pas thanë, Shkodër, muj dashnore. E Shkodra një gjenit, Koliqit, Fishtës e Mjedës. Do t'jesh e pivet mi, do t'jesh për jetë të jetës. Unë pysin për ty, mbushe me frym plot, du me zgjedh fjalët, du me dalë për Zot. Ti i ke buzë të kuqe, ke ruza në qafë, syt i ke blu, kunor ke një rozaf. Faleminderit. Sabahet Lishi, shumë e njohur Shkodër, me punën e saj që i bën, mundet edhe mu prezentu vetë se ka shumë me thonë. Unë sa të mirë shumë e privilegjume për aktime zojave dhe zonjushave. Falënderimi shkon për iniciatorin, promotorin e kësaj lëvizje, gratë frymojnë vlera për zojen Farida Ramadani, që punoj me plot përkushtim e pasion për me kry këtë mision që avon i vetit. Edhe unë e tha me plot gojen që lëvizja e grave frymojnë vlera është një vlerë e shtume në Shkodër. Ju falenderoj gjithë e madhet Zoën Ziliavi Loti. Dhe jo për fond, kjo i takon vajzë teme, Holta Ramadani, me gjithse sa herë më kanë thënë promovoje, sepse është stiliste dhe ka salonin më të madh gjithë veriun e Shqipërisë, por ma duk si konflikt interesi edhe nuk ka mujt me promovu. Pavarësisht kësaj, ajo ka qenë gjithmonë mbështetja ime, krahu i djathtë, po shpeshherë edhe ka sponsorizu aktivitetet që na kena realizu, se normalisht në Shkodër është shumë vështirë me realizu gjanë. Megjithëse më kanë thënë mos e thuj ma se kena vështirësi, po me mbështetjen e tëna grave, dikush pak, dikush hiq, dikush shumë, na kena realizu dhe besoj jam krenare për këtë që kam bërë deri tash. Faleminderit së zemër, je shumë e mirë. Falni, po për herë të parë një teme mungojnë fjalë. Nuk e di, jam su me marrë shmime për fustane, jo për punën që kam për detyrë për nënën teme. Dhe ju vlerësoj shumë, ju kam admiru gjithmonë nga jashta dhe ndoshta për këtë mungojnë edhe fjalë se ndihem shumë e vogël para tonë këtyne grave me shumë vlera. Faleminderit. Pra, shpesh herë më kanë pyet kush është stafi. Ky grup është stafi. Ju falenderoj shumë. Tash të kina qërshin mbi tot. Jo, kemi një surprizë. Në Shkodër lindi një dritë e rand,
Farida quhet emër mende, organizatore me vizione vler. Farida, o zonë me zemërar, ti bashkon grat, i bën krenare pa mas. Te shoqata grat frimzojnë vlera e force fjall, me dy shdo ndër bretja i deti gjall. Me buzëqeshje hap çdo det, me pune për kushtim ngre çdo vlet. Gratë besi motra pran, u jep kuraj, u jep kraj. Farida, o zonë me zemërar, ti bashkon grat, ti bën krenare pa mas. Është shata grat frimzojnë vlera e dritë e shpres, me ty çdo hap bëhet sukses. Në çdo aktivitet je zemra që re, në çdo sfidje zëri që s'dalet e shkret. Shembull për vajza, për gra, për çdo nën. Farida e Shkodërës, krenarit për vendin ton. Farida, emër që tingëllon si kënd, me punë e dashuri mbush çdo vend. Në Shkodër je yll që s'perëndon, me ty çdo grua fuqizohet, lullëson. Tash të kena qërshin mbi tort. Ashtë e mrekullueshmja. E pa imagjinueshme se do të vinë ma, nuk e dija ka me ardhë ma. E mrekullueshmja, Zeliha Miloti. Aktoria e njohur. Faleminderit shumë. Kesa që kam pas, e nuk kam pas mundësi me ardhë çdo herë. Ju falenderoj shumë. Më keni mush me emocione sa nuk di se si më jo spjegu. Shumë falenderit. Je gruzoj, je shkath, je mrekullueshme, je kenon, e ke pas shumë vështirë me arrit deri një to. Tu uroj sukses. Vijojmë me 4 gratë të tjera, pra kemi prezantuar 4 të para, do të kalojmë te grupi i dytë prej 4 grave të tjera. Fillojmë fillimisht me një pedagoge shumë të nderuar në Shkodër, zonja Nertila Ljarja. Ndjekim fillimisht të videon dhe më pas japim dhe vlerësimin. Profesor doktor Nertila Ljarja është historiane dhe pedagoge në Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuqi me angazhim të vazhdueshëm në kërkim shkencor dhe në jetën akademike. Fusha e specializimit lidhet me historinë moderne të Shqipërisë dhe të rajonit, me vëmendje ndaj transformimeve shoqërore politike, arsimit dhe rolit të institucioneve kulturore. Interesat kërkimore përfshin trashëgimin kulturore në kuptimin e saj të gjerë, kujtesën dhe identitetin, si edhe interpretimin dhe promovimin e trashëgimisë materiale e jo materiale në kontekst kombëtar dhe europian. Ajo ndërthur kërkimin në arkiva, analizën e shtypit bashkëkohor, qasit e studimeve të kujtesës e muzeologjisë, duke lidhur historinë me nevojat e shoqërisë. Hartuese 2 programeve studimi që lidhen me trashëgimin kulturore, duke kontribuar në formimin e brezave të rinj dhe në profesionalizmin e fushës. Ka dhënë kontribut me studime shkencore në projekte me partner vendase ndërkombëtar dhe në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.
Faleminderit gjithë për pjesëmarrjen, faleminderit Faridis, gjithë ekipi. Ju uroj suksese, ju uroj për këtë 10 ditor dhe ju uroj gjithë dhe këtu që t'jeni dia, motra, nana, gra, edhe gjyshe, pasi do t'hi shpejt në këtë rrugë të ndëra. Gjithë njërë. Urime. Kalojmë me zonjën tjetër. Që kam holluar, më zë ky vendi. Mirë. Po tani çfarë t'i vlerësojmë më përpara asaj? Pjesa më e madhe e Shkodrës e njeh si volejboliste, kurse unë e kam njohur si alpiniste, si një eksploratore jashtëzakonshme, me një jetë ndarë midis Kanadas dhe Shkodrës. Përpara jush Valbona Quku, si ish sportiste, do qëndrojmë këtu të dyja së bashku sa transmetohet videoja. Valbona Quku, diplomuar në Universitetin Luish Gurakuqi Dega Biokimi, ka marrë licencën e mësuesit në Chicago, Illinois dhe masterin në shkencat humane të Universitetit Europian në Tiranë. Qere ka qenë pjesë e klubit Vllaznia, 17-18 vjeçare, pjesë e ekipit kombëtar, ku është cilësuar si lojtare shumë e mirë. Në vitin 1991 largohet për në Itali, më vonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sporti e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së saj, sepse e gjithë familja është pjesë e volejbollit. Bashorti ka qenë pjesëtar i ekipit të Vllaznisë dhe i kombëtares shqiptare. Vajza dhe djali kanë luajtur në skuadrat e shkollave në Amerikë. Ndjek akademin Mentor Volejboll, që djali Gerti e ka themeluar prej 2 vitesh dhe kontribon në ekipin e Pogradecit, i cili qëndron pa humbje në krye të klasifikimit në drejtimin e bashortit Besnik Lisha. Është nderuar me mirënjohje nga Bashkia Shkodër në 100 vjetorin e klubi Vllaznia, si një nga volejbollistët më të spikatura të shekullit, në shenjë vlerësimi për rezultatet e larta, pasionin dhe kontributin ndër vite. Kur pasur pedagogën time këtu e kisha televizin e duar, e kisha. Unë të me thanë që eqja e grus drejt nuk është një udhtim i lehtë. Edhe ma mirë se gjithë mundën ju jeni një provë, ju gjitha zoja me cilat kam merin që me kanë pjesë e ju sot, e keni provu vetë. Por ajo është një garanci për një shoqëni më të mirë. Kështu që për gjithashtu nana që e të dhe profesor Isha që edukojnë bresin e ri. Më thanë, ne jena të para që mundën a me të një shoqëni për para. Edhe këtë dritë që lëvizja gratë formojnë vlera ka për mi ju, e vlerësoj si një normalje për iman shumë të veçantë, sidomos për ideatorin, zonjen Farida Ramadani, edhe aq më tepër e vlerësoj zonjen Hulta që ndihmon mamën e saj edhe bëhet pjesë e një lëvizjes, do të thonë, nga brezi në brez, me pru një brez mame. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë, si të gjithë shqiptarët edhe unë, domethënë si shqiptarë që jam, kur kem një problem, gjë e parë ju thoni gjithë shkojmë te mjeku, lutem, mos u keq kuptoj. Ne shkojmë te farmacia, more. Ne jemi doktor të vetes edhe i themi asaj farmacisë, shiko, kam këto simptomë të cilin ilaç të marr. Po kur të qëllon në një farmaciste e zonja, ama e gjej zgjidhje. Okej. Kësaj radhe kemi me të vërtet një farmaciste shumë të zonjën. Zonja Rozita Geci, e mi presim këtu dhe ndërkohë jepet videoja. Rozita Geci ka studiuar në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Farmaci. Ka punuar në farmacinë shtetërore nr. 2 në Paruc. Në vitet 91-93 ka dhënë kontribut falas në farmacinë e Caritas. Në vitin 1994 ka hapur farmacinë e parë në Gjuhadol, farmaci Geci. Në vitin 2001, farmacinë Geci 1 pranë Kinema Republikës si drejtuese teknike ku punon edhe sot.
Çdo vit ka patur student për të bërë praktikën farmaceutike 3 mujore, të cilëve u ka shpjeguar me durim respektin për këtë profesion të mrekullueshëm në shërbim të pacientëve në mënyrë profesionale dhe njerëzore. Pjesëmarrëse në aktivitetet e ndryshme të organizuara nga Qendra e Edukimit në vazhdim për perfeksionim të mëtejshëm të dijeve të saj dhe njohjen me çdo gjë të re në fushën e farmacisë dhe mjekësisë. Profesionin e farmacisit e do dhe ushtron me dëshirë të trashëguar nga babai dhe Rozita gjithashtu ja ka trashëguar djalit. Shpreson të vazhdojë edhe për shumë vite dhe të jap kontributin e saj në shërbim të komunitetit të Shkodrës. Atëherë një jemi privilegjuar që jam sot bashkë me ju këto në këtë sallë që promovon të gjitha gratë që punojnë me vetmohim, me përkushtim për gjitha përveç punëve që kanë edhe për të realizuar një jetë dhe për të pashtu shënjin tonë që ecin për para dhe jetë sa ma lartë dhe nga mërë. I falenderoj të gjithëve, e përgjë me dhe emocionuar, sepse një vadhe emre, nuk për mënajë bëbaj të mpirin Bushati, që alaj ka kënë, më thonë, qysh në vitin 50 anon që ka dalë farmacisë dhe të 10 vjeç që ka plek. Ka bëjmë një emision. Edhe nanën njëke, doktoresja të Bushati, që tani këtë. Duhet kuptojmë se tana civite këtyne janë qërek. Dhe me thonë kanë një civite jashtë zakon që gjithë se i tyre më një fajtore ndoshta, po në mungesë të kohës, tana kanë një civit shumë të gjatë. Me dashme forë rreth tyre. Ti përqenë që të isha dhe gjamja jame, me që në nësë. Që falenderit, që falenderoj të gjithë. Po edhe pse janë të bukura shkodranet, prapi kemi qef që ato salonet e bukurisë. Edhe qyteti ynë ka shumë, kur mendon që është racka që bukur dhe ka shumë salone bukurie. Dhe mes tyre, është shumë e rëndësishme, në qoftë se ju zgjidhni një, që jo të tjetërson, që ti del nga salon dhe si një vetëm, së një bashorti, po që të mbanë në karakter, që të bënë rezolitse dhe që shkëlqen në çdo lloj aktiviteti. Dhe kësaj radhe do të ftoja Adelin Matia me qendrën e saj estetike, po cila është ajo në një video. Adelin Matia, profesioniste në artin e bukurisë me shumë vite eksperiencë, themeluese dhe drejtuese e Qendrës së Bukurisë Anileda, hapësirë e ndërtuar mbi standard dhe profesionalizëm në Shkodër. E certifikuar në teknikat e avancuara të parukerisë dhe bukurisë duke ndjekur vazhdimisht trende dhe standarde të reja. Disa trajnime e specializime kombëtare dhe ndërkombëtare. Trajnere me përvojë në formimin e kursanteve që sot ushtrojnë profesionin me sukses, ku pasqyrohet në qindra nuse dhe kliente të kuruara me perfeksion, stil të personalizuar, si një kombinim arti. Ka një ekip profesionistesh të përzgjedhura me kujdes, kërkuese ndaj cilësisë, detajeve dhe rezultateve përfundimtare me aftësi të zhvilluara menaxheriale dhe organizative. Komunikimi profesional me klientin është një nga pikat më të forta. Qëllimi është të zhvillojë Beauty Center Anileda si një model profesionalizmi dhe besueshmërie, duke synuar të kontribuojë në fuqizimin e femrave në biznes. Beson se suksesi ndërtohet me punë, vizion dhe përkushtim. Është një nder i madh për mua të jem në mesin e këtyre zonjave të nderuame. Ju falenderoj shumë për besimin edhe për mbështetjen. Kur ka marrën këto, shpesh herë më kanë thonë Farida, sa mirë dukesh, edhe sa mirë i rregullu. Ja pra, kjo zonja këto më rregulluan më vazhdimisht. Falenderoj shumë. Do zëjtën shumë falenderoj. Është shumë e gatshme sa herë kena aktivitete, është shumë e gatshme për më na rregullu, edhe sinqerisht na bën 10 vite më të reja. Shumë faleminderit. Jemi në fushën e artit, është rada për një piktore shumë të nderuar me një reputacion shumë të mirë, jo vetëm në Shkodër, por edhe jashtë saj, zonja Sedita Islami. Sedita Islami,
karrierën artistike e nis me pjesëmarrje të suksesshme në ekspozita kombëtare në vendlindje. Një arritje kulmore ishte ekspozita personale, emocione jete, kushtuar forcës dhe identitetit të gruas. Kjo ekspozitë u vlerësua për thellësinë emocionale dhe konceptin e saj artistik. Më pas u përzgjodh në konkursin ndërkombëtar të akuarelit, Bienalja e Tiranës, edicioni i 6 ku paraqit me veprën duke kërkuar dritën. Sukseset vazhduan me ekspozitat 3 shitore dhe muaj pikturës në Vushtrri, për të vazhduar me 2 ekspozita artistike në Ferizaj. Arritje ishte pjesëmarrje në konkursin ndërkombëtar në Indi, ku u vlerësua me medalje bronzi, vendi 3, mes artistëve nga e gjithë bota. Më pas u pranua në ekspozitën në shtin të Kosovës, William Walker, edicioni 2. Në vim u përzjodh në ekspozitë në Milano, Gjeniu Universal Leonardo da Vinci, së fundi u pranua në Kapadoki dhe Torino, Muzeum Mit dhe do të vazhdoj të përfaqësoj vendin e saj me dinjitet në skenën ndërkombëtare. Përshëndetje gjithëve, jam shumë e privilegjuar dhe e lumtur që unë sot ndodhem këtu pranë jush. E falenderoj shumë përzemërsisht nga zonja Tina Ramadani, që më vlerësoi dhe më motivoi për gjitha këto vite që vazhdoj të kontribuoj dhe të motivohem gjitha vendet e Europës dhe jashtë vendit. Faleminderit të di ka marrë edhe një çmim që unë nuk e kisha në CV, mundet me thanë këtë ditë një çmim shumë të rëndësishëm. Para 4 ditëve më vlerësova Gjeniu Universal në Milano dhe jam fëmijë. Kam një event shumë të rëndësishëm në New York. Atje përfaqësoj vendin tim. Si Nisa, aktorës një njohur Zulia Miloti. Unë jam shumë mirë njohëse se kam si non, ko kënë pjesë e rrugtimit tim artistik, sa herë që unë kam pas nevojë në orët e vona, i kam thonë ata mirë më kam shtirë gjitha vëndet e mija, kam pas nevojë, era shumë një artiste shumë e madhe, gjitha fushat. Faleminderit. Mirë, nuk e jeni dakord me mua që drejtimi është dhunti. Jo çdo kush është drejtues dhe bëhet rastësi. Unë drejtore shumë? Jo. Asnjëherë. Unë jam element i lirë. Nuk jam punë. Çdo. Jo vetëm që është dhunti për çfarë? Dhunti se e menaxhon stafin jashtëzakonisht mirë. I jep gjithë secilit hapur me të ndryshe. Vendos drejtësi. Dhe ajo që është më e rëndësishme, lë prindrit shumë të kënaqur. Jam në fazën që mbasi e kam një djalë 27, kam një 6 edhe po pyesje një komshin time. I thash, ku ta çoj? Ku i ke fëmijën tim? Më tha, të shkova miqësia. Të tre? Të tre. Mendova, kjo infermiere. I shoh që punonjës në një mobileri, edhe për ato llogari. Po si ka shtrisi shkollë? 3 fëmijë në shkollë private? Kështu që duhet menduar. Gjithsesi, zonja Flora Çeka mbetesh një grua shumë e nderuar, shumë zonjë dhe autoritare në shkollë. Një video. Florinda Çeka ka kryer filloren dhe të mesmen në shkollën artistike Preng Jakova Dega Piano në Shkodër. Arsimin e lartë në Universitetin Luiq Gurakuqi, Dega Cikël i Ulët. Ka filluar punën si mësuese muzike në shkollën Perlatre Xhepi për 15 vite dhe më pas si mësuese e ciklit të ulët në shkollën Branko Kadia. Në vitin 2021 ka hapur shkollën 9 vjeçare jo publike Misia Shkodër, të cilën e vazhdon edhe sot, aktivitet prej 25 vitesh si pronare dhe drejtore e shkollës Misia. Është udhëheqëse një stafi pedagogjik shumë aktiv. Pjesëmarrëse në aktivitetet që organizon Ministria e Arsimit, Zyra Arsimore Shkodër dhe Bashkia e Shkodër, ku nxënësit e shkollës Misia janë nderuar me çmime dhe vlerësime ndër vite.
Ka kontribuar në jetën artistike të qytetit si pjesëtare e korit të qytetit në Shtëpinë e Kulturës dhe kori Scuola Cantorum pranë Katedrales Shkodër prej vitit 1991, pjesëtare e korit Rozafa Expression me dirigjent Zef Çobat. Si nxënëse e shkollës së muzikës ka marrë pjesë si pianiste në festivalet kombëtare dhe koncertet në qytet. Qështë kam fillu punën, kam në nxënësit mia, në shkollën për letre gjejmë dhe deri sot që vazhdoj drejtore së shkollës mjekësia, prapë të gjithë nxënësit ustërasin Zysh Flora, jo drejtoresh. Dhe jam shumë e kënaqur me këtë titull që më kanë dhënë. Unë e du shumë profesionin e mësuesit. Kam 51 vjet mësuese, të kam dalë në 2 pjesë. 25 vjet në shtep, 25 vjet privat. E du shumë se e menoj që profesioni i mësuesit është mision, jo profesion. Dhe qëllimi ju një vetëm është ky, që të përgatisë nxënës sa më të mirë, të edukum dhe të shkollum mirë, që t'ja përcjelli gjimnazeve të qytetit nxënës shumë të mirë, dhe besoj e kam arrit. Nxënësit mi vazhdojnë gjimnazin Pjetër Moshkalla, 28 nënori, gjimnazet e zgjellën e Shkodrës. Ju falenderoj shumë Zorin Farita që më ka zgjellë t'jem pjesë e këtyne zojave të ndërume në 10 vite. Ju falenderoj pa mas dhe sa të mundem do vazhdoj misionin tim në arsim. Fatjolla Matia. Alpinizmi ja ka marrë zemrën prej 7 vitesh duke u endur me smajash të larta, nga Japonia me Fuin, Slovenia me Triglavin, Bullgaria me Musallën, Greqia me Olimpin, Afrika me Kilimanjaro. Çdo mal për të është liri dhe jo vështirësi për të reflektuar se bota është më e bukur me pa nga lart. Kur është në mal, frymon dhe i kujton në vete se është e gjallë, një vajzë e pasionuar me natyrën sepse natyra është kryevepra. E ka nisur me malin e Taraboshit, që ka i kujton se Shkodra i ka dhënë krah në sport e në punë. Sot prek majat në logon e një flamuri me ëndra që i ka qëndisur vetë. Bashkë themeluese e Art Clinic Shkodër, sepse malet e nxisin të bëj art dhe në art të bëj buzëqeshje të bukura. Diplomuar në stomatologji, sot e gjen veten produkt i 2 klinikave dentare, klinika Jola Dent dhe co-founder e Art Clinic Shkodër. Alpinizmi është pjesa e dytë e jetës, malet i karakterizojnë shpirtin dhe i japin dritë për të ardhmen. Kur e pyesin se çfarë bën me jetën, ju përgjigjet: alpiniste, dentiste, njëkohësisht të ndara, njëkohësisht bashkë. Tani gjithë po shikoj muskut e këmbëve. Bueno, falestër. Ju falenderoj me zemër. Me thonë të drejten, është një mirënjohje shumë e madhe, edhe që në momentin që zonja Farida më ka kontaktu, kam thonë me veti, kush mund këtë kenë, kush kanë kenë ato njerë që kanë laku emrin tem. Edhe realisht jam shumë mirënjohse se cilit që i ka shku me një për me laku emrin tem këto. Di me thonë vetëm kaq që sigurisht janë emocione tani edhe mendja ime nuk mund të ligjeroj drejt, por mund me thonë vetëm kaq që vazhdo maje mali, po binen që na është mësu në ambjentet tona, duhet me keni fort, dhe unë besoj që nuk duhet me keni fort, duhet me keni njerëzor. Duhet me keni kundërta në rastin tonë, që jemi gjithë zonja këto, i atyne që nuk na mbështesin dhe të mendojmë që vim nga një mentalitet që jo gjithmonë është suportiv, jo gjithmonë është i këndshëm me keni kundërta atyne, dhe forca shpirtnore, ma shumë se sa jo menore, se na thuhet gjithmonë mendja, po shpirti. Është shpirti ai që na çon majët malit, është shpirti ai që na mundson ma arrit me dasht çdo ëndër, çdo dëshirë dhe çdo qëllim që na zonjat forca madhe ja vendosin Mirë,
ne mund të kemi shumë pasione, ne mund të kemi shumë profesione, por nëse nuk na qëllon një mësuese e mirë, devijojmë paksa që në fëmijërit e hershme. Domethënë, o i përqafojmë mësimet, o i largojmë. Dhe është mundësia për të vlerësuar një mësuese, Pranvera Musta. Pranvera Musta, mësuese e kimisë dhe biologjisë me 26 vite përvojë në arsimin parauniversitar, e apasionuar dhe përkushtuar në zhvillimin e një mësimdhënie frymëzuese dhe cilësore. Drejtuese e rriti profesional kimi biologji prej 7 vitesh, aktive në komunitete profesionale dhe bashkëpunime edukative. E përzgjedhur ndër 12 personazhet e vitit 2022 nga emisioni Opinion për kontributin dhe ndikimin në arsim dhe komunitet, autore e librit Kimi Plus dhe e librit të nxënit përmes projekteve në arsimin parauniversitar në proces botimi, në ndihmë të mësuesve dhe nxënësve. Në emisionin Mirëmëngjes Shkodër me gazetaren e mirënjohur Merita Çoba është ftuar për të promovuar kontributin e saj në arsim dhe komunitet si dhe librin Kimi Plus, koordinatore e projektit Shkollat për Shëndetin prej 4 vitesh dhe e ftuar në televizorin Report TV për të prezantuar suksesin e këtij projekti në shkollë dhe komunitet. Pjesëmarrëse aktive në Twinning dhe organizuese e konkurseve vjetore në kimi në shkollën e saj. Jam shumë e lumtur. Ne vim këtu nga fusha të ndryshme, nga rrugtime të ndryshme, por me një qëllim të përbashkët. Të shpalosim vlera. Kudo ku punojmë, kudo ku jetojmë, kudo ku jemi. Jam shumë e vlerësuar sot midis 100 zonjave të nderuara, të cilat japin më të mirat. Unë ndjej një krenari dhe nder të madh, por dhe përgjegjësi të madhe. Të marrësh përgjegjësi me të vërtetë është vlerë. Përgjegjësi aty me nxënësin, përgjegjësi me kolegun, përgjegjësi me zonjat të nderuara, përgjegjësi në komunitetin ku jeton, dhe kjo me të vërtetë bën që ne të japim besim, të japim forcë dhe të japim më të mirën nga vetja jonë. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë këtë lëvizje fantastike, të cilën me të vërtetë nuk ka të dytë, gratë frymojnë vlera. Dua të falenderoj stafin e mrekullueshëm që na e prezantoi zonja Farida me një vlerësim të jashtëzakonshëm. Dua të falenderoj zonjën Farida Ramadani, të cila me të vërtetë promovon dhe kur e kam takuar, jam ngush më shumë me pozitivitet dhe me energji dhe kam thënë vazhdo sepse je në rrugën e mbar. Ju falenderoj shumë, jam shumë e vlerësuar. Projekti Flora Durmishi nga Kosova, një gazetare shumë e njohur. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Një gazetare shumë e njohur dhe bashkëshortja e ambasadorit të Kosovës në Shqipëri. Për mua, gjithmonë kënaqësi të vi në Shkodrën Loce, në qytetin që konsiderohet djep i shqiptarizmës dhe i kulturës, në qytetin e bicikletave, në qytetin e ndërtesave historike, pastaj në qytetin e jareve sigurisht, që gjithmonë ka qenë inspirim për ne kosovarët dhe vazhdon të jetë inspirim, por edhe në qytetin e qeflive, do thosha, me Ken Shkodran, Petona i Ban. Mirë, atër kemi sërish certifikati. Kena prezentu dhe herën tjetër, po disa dhe e njohin Flora Nikola, drejtore ekskluzive e Albania Excellence. Jo, problemi është se gjithmonë nuk jam parë ekskluzive, jam njëri zakonshëm, jam drejtore ekzekutive. Kështu që faleminderit shumë për edhe tjetër, faleminderit për okej, me që them dhe fol shpejt edhe fillon të snia. Unë të falenderoj shumë Farida për vullnetin, për gjitha të këmbgulje, për të realizuar këtë lëvizje. Sigurisht është shumë punë, është shumë mund, është shumë sfidë, dhe përbashkëta e për gjithë ne është që në fund të fundit edhe Alberin Excellence që unë e kam themeluar dhe drejtoroj për 14 vitesh, kërkojmë të krijojmë një sistem vlerash që në momentin që jetojmë për hir të së vërtetës është, si të thuash,
duke shkuar tosh. Pra duke si kur antivlerat po na bie ne sipër. Kështu që të marrësh këtë iniciativë për të vlerësuar punën, dinjitetin, emocionet, luftën, që ne të gjitha bëjmë për ditë, është për të përshëndetur. Unë gjë rastin këtu që edhe Albania Excellence ka kaluar dhe sfidat e veta për zonjët, jam emocionuar që të them që jemi në rrugë të mbarë për të krijuar një klub të zonjave të ekselencës shqiptare dhe sigurisht dhe një botim të posaçëm online dedikuar zonjave të suksesit shqiptar. Se kundëreni ju të gjitha, një falënderim dhe një ndarje respekt për të gjitha ju për gjithë punën që bëni. Faleminderit. Edhe këta kena prezantuar në tjetër pa ashtë i kohë, shprej se gashi. Të dyja nga Kosova. Shpresën e një këngëtare mirënjohur, ikon e shqiptarisë. Kur do të fasyre Unë si isha përgatit. Ja, s'ka gjatë. Faleminderit shumë për qafit gjitha granë. Zonja po zonjush? Pronare e banjave termale Onyx, nërmat muajat dhe nërmat bukret dhe nërmat shëruset në gjithë Kosovën. Ka një staf të jashtë dhe kushë në gjithë punojës, 300 punojës, vetëm punojës shërbim të shëndetis e njerëve. Faleminderit shumë. Çdo kemi nevojë pa Tani, ne kemi sill nga një dhuratë ju të banjës, po ju po presim që Shkodra vjen tek banja, por meqense se kemi venduar çka me sill zonjave tona një dhuratë, kemi vendosur me sill nga banja një dhuratë simbolike, një produkt që e prodhon me shumë dashuri dhe pasion një zonjë nga Kosova. Janë vajra shumë esencial dhe vajra shumë natyral që janë shumë të mirë për lëkurën tuaj edhe për bukurin tuaj. Faleminderit shumë për ftesën. Jemi shumë të kënaqura se kemi shumë paciente nga Shkodra që i vazhdimisht takohen tonë dhe trajtohen aty. Shpresoj se do të kemi edhe në tarmë. Faleminderit edhe një herë për organizatorët dhe ftesën. Marina Suliote, nga Selaniko, aktiviste shquar në veprimtari sociale, kulturore, në mbështetje të fuqizimit grave e migrante, estetiste, shumë e suksesshme në Selanik. Falenderoj shumë dhe zonja Farida që më bëri pjesë të këtij eventi. Falenderit të suksese. Faleminderit. Prezent kina pas edhe televizionin e Malit të Zi. Nuk e di zonja ashtë këtu, Vira Gojçaj. Një falenderim për prezencën tuaj nga Mali i Zi në aktivitetin tonë në 10 vjetorin e promovimit të 100 grave të suksesshme shkodrane. Falenderit shumë. Është nder të jem pjesë e këtij 10 vjetori gratë frymojnë vlera. Si gazetare nga Mali i Zi, besoj që zëri grave në rajon po bëhet gjithnjë më i fortë dhe më i bashkuar. Faleminderit shumë.
Thank you.